Përshëndetje, miq të dashur, dhe mirë se erdhet në podcastin e radhës, podcast me fiqen dritë mbi mendjen. Sonte e kam përzgjedh mysafire të jetë Albulena Sakiri. Se kush është Albulena Sakiri, ajo do na tregoj vetë. Albulena, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. E kam derin që të kam mysafire sonte këtu. Edhe mezi po pres me na tregu se kush je në fakt edhe me çfarë merret Albulena. Jam rritur në Zvicër, rrujet e kam nga Kosova dhe rrugtimi jem si të shumica që ja kam fillu me disa raste që mi marr me sene të ndryshme dhe ashtu ja kom nis me hipnozë. E kom bëdhone hipnoterapiste, shkollën për ata të Gabrieli. Kom vazhdu për sisteme familjen shtellen, edhe jam tash me epigenetik të vazhdu. Epigenetische Bewusstseinscoach, për mu më rëndësi jonë të tret terapijat që i përpunoj për bashk me një mënyrë të ndryshme. Edhe kam knarsi. Shumë pandjek. Unë jam mjaft kurreshtore me thjesht du me të ndëgju me plot dhe mendje se çka kime na tregu sonte. Duke fillu, do me thonë, me gjitha ato që ti i ban edhe që i sjell për njerëzit. Pra, ti merresh me hipnozë, me epigenetik, edhe me çfarë? Sistem edhe familjen shtën që i thojnë. Okej. Nga do t'ja fillosh, të na spjegosh. Do me thonë, hipnoza edhe, për shembull ti nëse ke klient, e keti një ordinancë kështu tonë, këtu në Lucena apo ku? Në Rot. Okej. Mundesh me na fillu pak me na tregu se çka bën ti në fakt edhe si i shërben ti njerëzit. Natyrisht që po. Apo ndoshta, ta bëj pyetjen tjetër, si të filloj rrugtimi yt që erdhe deri në këtë pikë që me vendos me kry këto 3 lami që si more vendim edhe si erdhe ti, më thonë, në këto fusha. Rrugtimi im ka fillu pak më ndryshe. Kom punu në labar, që unë konkret ma racionale, ma me analiza, që ki shkruajnat matematike, që ki rezultatin edhe ma për ndryshë është ze edhe bardh edhe s'ka diçka tjetër. Mirë po edhe nga përvoja vetë vetës, nga përjetimet të ndryshme, kom ra me disa situata që ka njerë edhe medicina nuk ka ditë qysh me vazhdu, qysh me shku ma përpara. Edhe ashtu ja kom nis edhe me hipnozën, edhe me senet të ndryshme, me mendjen tem, me fuqin e mrenshme, me pozitivitetin, me gjonat me i këqyr ma ndryshe, jo vetëm me kokën që thojmë, bardhëzi, po jo edhe u kry puna, po pak ma fel. Po si erdhe ti deri në këtë pikë që me marrë një vendim tillë, që me hyjë më thonë pak në këtë botën e mbrëmshme, është kjo ta quajmë spiritualitet apo bota e spiritualitetit? Mundes edhe ashtu me thonë, se fundit spiritualiteti, çka është spiritualiteti? Se cili e kemi
edhe ti kur falesh, pa marrë parasysh në cilë mënyrë që falesh, në qoftë e ki religionin që beson një Jezusin, ose beson Muhamedin, ose budist me konë që thojnë, faktikisht ti atëherë lidhesh me një fuqi të mbrëmshme dhe lidhesh me Zotin. Qoftë e falmja, kur i fal këto 5 vakte, kur i bën vetëdijshëm. Se shumica që i bojnë vetëdijshëm e ndin edhe një farë lehtësimin vetveten, ose një farë fuqi të mbrëmshëm që e aktivojnë kur e bën me vetëdijshëm, se kur e bën që tash duna mu fal edhe e detyron veten për atë kohë të shkurt, ajo nuk është falë, se ti vetëm e bën një obligim që e qunë si obligim, ama nuk e bën me vetdije. Edhe ajo është pak më ndryshe. Mirë po, rrugtimi jem ka... Ti erdhe ti bashkë në atë pikën kryesore, ose ndoshta në atë hapin e parë, që me hyn këtë botën e mbrëmshme, po e thamë. Na njerëzit, domethënë shumica, jemi të fokusuar veç në botën e jashtme, çka është bota e mbrëmshme. Domethënë çaj hapi kryesor, si arritet ti den që atë hap që më thonë, okej, nuk qenë ka domethënë bota ose jeta kjo, po pas ka diçka më të madhe. Çka ka qenë ajo, domethënë vendimi yt kryesor që erdhe ti që aty me him më zhyt në botën e mbrëmshme ose me kuptu për botën e mbrëmshme? Vendimi kryesor, se kom pas pak vendime, hapa të vogla me thonë, ka qenë pasqyrimi i parë, fëmija, faktikisht, kur lind fëmin e parë që i bënë senet ma ndryshtë se sa vetë je rritë. Edhe ndryshon gjërat, mirë po vendimi i parë që u kom pak ma fill, ka qenë kur osmu mama jeme. Do më thonë, se shumë njerëz për shembull që flasin, e kemi ndëgjuar ndoshta shpesh këto të thonë se jeta na provon shumë, derisa dim ndoshta çat pikë, është edhe ti ashtu që o dosht, ndoshta mi pas do eksperienca pak si të forta në atë mënyrë negative, për me mujtë marrë dejtë që kjo zgjuarja, dejtë të hapi parë për me u kthy te vetja. A ka qenë edhe ti që ashtu? Muj me thonë bashkë që ka qenë ashtu, sepse për para se musmu mami, muj me thonë, ja pa ta nis shkollën për yoga praktiker utbildning, që thonë, se e kom praktiku një kohë gjatë jogën, atëherë edhe mbaj ke mirë, ndisha vetë një farë lehtësimi e krejtë, dhe kur ja kom nis, mas një kohë të shkurt, usmu mami, edhe ty e praktiku, ty meditu ma shumë, ka që një fuqi ma e fort, që më qeke më tërhekje të hipnoza, dhe unë deri me tani hipnozën asë kom ditë, asë qka është, adin edhe s'kom pas përvoj. Mirë po, e kom vazhdu rrugtimin me hipnozë, shumë me ka ndimu edhe hipnoza me veten, hipnoza me kliente. Dikur e shisha ka pas shumë efekt, po unë për vete diçka, një dinamik e fshehur, moj me thonë, me letë ke si kur dy dur. E disha qa du me bo, e disha ku du me shku, po s'moj isha me vazhdu. Edhe ajo më ka shty me bo familjen shtelen, e kom provu një herë vetë, me përvojat e mija, jam shku... Apo në shpjegon pak a shumë, shka du më thonë kjo bashkë? Kjo... Edhe për mu është diçka e ri. Pak a shumë e re, e kom dëgju shumë herë si fjallë, edhe më thonë drejtën një herë, e kom praktiku, të më thonë, unë e kom qenë si kliente, po thjesht e kemi bo një farë manevrimi, një farë trajnimi të kurt, ka qenë shumë interesant, ama nuk e din në teori se çka është vërtet edhe për çka shërben kjo fushë. Në sisteme dhe familjen shtelen ti dinamikat e fshehura, blokadat e ndryshme, trashëgimit, mundet me kone edhe emocionet, mundet me kone edhe ngjarje, humbje diku të dashur në familje që nuk janë shpreh që i kanë trashëgu. E ti si fëmijë, kur e shenanën edhe babën, nështë aty u përlati, u grint, ose kur e kanë naj ballafaqim të ndryshme me tjerë, ose diçka tjetër, ti përher do mi pa prind të lumtër si fëmijë. Nëse përlahen përher kërkon faje të vetvetja, që kom bo unë, pse mami e babi për shemë përlahen, ose nuk përlahen, ose nuk e qojnë mirë në mes veti.
Edhe fëmija si fëmijë, për e merr pak prej bullekut të prindve, e merr pjatyshit, janë nxjerr, edhe merr nga vetja. Automatikisht se ti don prind mi pa bukur, edhe aty jon dinamikat e fshehura, sene të ndryshme e lehtëson, se dhe ato e bën prej dashurisë, fund së fundit secili fëmijë e don prindin, e don nanën, e don babën, ashtu që shjon, edhe munduhet me ja lehtësu. E ato sene që i marrin, qoftë bindjet, qoftë traumat, qoftë senet që ka ndodhjet, humbjet, senet e luftës, për me pas familja pak ma lehtë. Edhe ato blokadat, ose bindjet, senet të trashëguara, ato dinamika i ki në përditshmëri, por nuk je i vetëdijshëm që i ki në veti. Ke marrë. Po, që i ki marrë për ato, edhe për atë punë, është kjo sisteme dhe familjen shtelën shumë mirë se ti tregon ose mbas figurave që i ban, ose mbas njerëzve, se mundesh edhe me bo seminar me njerëzve që jonë si zavencje për dikon, më pas ti për shembull ndaj temë ndryshme, ndaj temë për shembull me nanën ose me babën, se dhe shpesh edhe që ato tema jonë, mundesh lirisht me bo. E si bëhet trajtimi i kësaj terapie, në çfarë mënyre? Mundesh si bas zavenca me njerëz, në grup me bo. Ekziston edhe mënyra që nëse don vetëm ti me ardh të dikush që e praktikon, atëre janë figurat që i qet në E ke bo ndonjë trajtim kështu me grupe? Si funksionon kjo? Ti e ki venin e duhur, e ki grupin, ata ose ato që A dush ti marr ato familjarët e tu me i sjell për shembull me qenë prezent, apo jo, aty jo njerëz që si nje. për shembull unë personalisht po du me shëru diçka mbrana meje nga eksperiencat e mia, nga përjetimet e mia me prindët e mi. Edhe tash çysh më trajton ti mua? Çka bën ti me mua? Faktikisht na e këqyrim për çfarë teme e ki thellësisht, a e ki me të dy prind, a është ndoshta fillim më mirë me këqyr njënën unë, me nanën, a me babën, ose diçka tjetër, edhe është grupi aty lajmërohen ata që kam përvojë, që vinë me bo, po faktikisht edhe nëse se ke përvua asnjëherë, mundesh më shku me përvu dhe ndjen. Ti e zgjedh dikon që është zavenci yt, me atë temën tënde, edhe ai personi hin në atë venin, e ki për shembull venin pak më të madh, edhe ta përshkruan ndjenjat, ti përshkruan si pendin veten. Do të thonë mjeti kryesor i trajtimit është emocioni, punon me emocionet e njerëzve? Emocione. Është pak e ngjashme si hipnoza apo është diçka më ndryshe? Është më ndryshe se çaj personi që rrin si zavenc, i merr ato informatat, ndjenjat faktikisht, dhe thot, për shembull në çet vend nuk e ndi veten sigurt, rahat, duna me ndru venin, ose ti nëse ki naj... Do më thonë, i poziciononi njerëzit në farë mënyrë. Njerëzit e marrin pozitën vetë, ku e ndin veten tërhekun, ose ku e ndin veten rahat, edhe kur i qetë edhe figurat e ndryshme, se secili njeri është për naj, për shembull, dikush është baba, në qetë mënyrë, për shembull, dikush është nana, dikush është vllau, dikush është për atë problemin ose për atë temen që e ki marrë kryesore, edhe atëre lidhin dinamikat në veti edhe fjalimet vinë. Dhe sene që nuk i ki pa asnjëherë për ati këndvështrimit, se mundën me konë disa sene që ka pas edhe apart në familje, që nuk i denti për shembull, po nana është halonat dhimbje, që nuk shjepi nga jashtë, po për mërendshme, është ajo dhimbje. Edhe në atë mënyrë, ato dinamikat e fshihura dalin shesh, edhe mundesh mi përpunu, edhe heket automatike. Sa është efekti i madh i një terapie të tillë, për shembull?
A ndodh shërimi me një terapi të vetme, apo sugjerohet që me pas më shumë trajnime të tilla, Tash më varet trajnime të tilla. ti kur me atë temën që e ki, ndodhet shpesh edhe trajnimi i asaj temës. Mirë po ti mundesh me pas një temë në që thonë me marrë për shembull sikur kepen që thonë. Edhe kepa e ka ato fletat e veta. Po. Ti nëse bën atë trajtimin për çat temën, me fletën e parë, fleta e parë heket, shkapet. Po ti nëse e ki qatë njëjtën temë në fleta të ndryshme, atëherë duhesh me shku edhe ma fellë, se mundin me konë edhe sene trashëguese nga lufta, nga përjetimet ma pashme, që kërkush përpara nuk o marrë me to faktikisht, ose edhe emocionet e fëmis të mrenshme, dhe ato mundin me konë në trashëgume, se në të gjithë kemi fëmijën e mrenshme, po kemi edhe disa sene trashëguese me fëmijën të mrenshme nga prindit. Më thonë, fëmija jonë i mbrendshëm ka prap blokada ose programe që njën edhe ato trashëguese, se me epigenetiken. Kjo do më thonë i bjen që nëse na punojmë tash me veten tonë, është ndodh një farë lloj shërimi, po nëse nuk shkojmë edhe ma thellë me shëru fëmijën e mbrendshëm tonin, do më thonë nuk e kemi arrit shërimin e plot, apo i bjen kështu? Po, ama bashkë atëherë kur përpunon ishe senet ma letë, që po të shkoj ma letë, po mundesh me vazhdu, nuk reagon me disa emocione që shka reagu për para, po apet diçka nuk është qaq paq që thojnë, ose nuk është qaq në regull qësh mundet, të rëshkon me gry ma poshtë, edhe ishe senet ma ndryshe. Interesant, shumë tani me që jemi të kjo pjesa, e the që ti merresh edhe me epigenetik, a mundesh me na tregu çka është dallimi tash këtu mes këtyne fushave, çka është epigenetik tani, e këtu si punon? Me epigenetik shqipu science coach që i kom landet të ndryshme që punoj, mirem edhe me emocionet, me bindjet, me senet të ndryshme që përmes gjinave vazhdojnë trashëgohen. Çka ka dallim këtu prej hipnozës kjo? Ose prej familjen? Familjen shtelen. Okay. Përmes hipnozës, nëse e ki që dijeni edhe për familjen shtelen, mundesh edhe përmes hipnozës disa sene me i përpënu, jo me persona, jo me figura, po me mendjen tone kur je në vedijen, edhe përpunohen. Edhe jo, eksiston mundësia për ato. Për epigenetik, jo në disa senet që nuk i ki parasysh, ose nuk jonë... Kur i kështë thonë për shembull klientit, une për shembull jam klientja jote, si me ditë une tash, nejse, pavarësisht se ndoshta ti kur shkon te një terapist, ai terapisti vetë për zgjedh se çka duhet me të bëu, si me trajtu ty. Amo tash për shembull kur e din ti që me mu duhesh me bëu një terapi veç me hipnozë ose me epigenetik ose me familjen shtelen. Çish mundesh ti me dallu çet pjesën që to? Ose a duhet klienti vetë me ditë ty me ta kërku, apo ti vetë për zgjedh se si me trajtu klientin? Tash klienti kur vjen, në basë që asaj teme që vjen, ti e she ku ka nevoj, a ka ma shumë nevoj për diçka nga epigenetik, a ka ma shumë me hipnoz, apo sisteme familjen shteren. Edhe shpesh herë ndodhin sene që i bashkëpunon me këta tre, edhe kur të regon ti diçka, mundesh edhe kollaj me vetë, ku e ki pati qatë menyrë, ose për shemë qatë sjellje ose qatë bindje, prej kajt e din. Edhe shpesher është ndoshta nga prindit ose ekipo dikujna tjetër, do sene nuk shihen, do sene i merë, si për shembull bazë fëmijëve kur nuk hajnë, të shumica shqiptarëve kanë atë problemin, fëmija nuk hajnë. Çka do të thonë kjo tash më konkret? Më konkret, ekzistojnë lloj të ndryshme. Sa fëmijëve nuk hajnë. Nuk hajnë, kanë krejt... Me detyru?
Me detyru, po ato mundën me konë edhe sene për luftës, se kur ka qenë lufta, nuk kam pas ushqim, ose kanë duft me rujt ushqimin ka pak, edhe ato përjetimet nuk jom përpunu, se edhe sot dhe kësaj ditë shumica rastet e luftës nuk i kanë përpunu njerëz, edhe ato trashëgimi përmes. Dishem se duhet me i përpunu këto gjana, për shembull, te na është ka ndodhur dhe tash ka ndodhur. Nuk e Folim për ato, ose e majmë sheft. jo, nuk do me fol për gjana që na kanë lëndu. Të kanë lëndu, po veç ti nuk fol, po e trashëgon. Edhe faktikisht vjen ai fëmijë që krejt gjanat shfaqen, qoftë përmes likurës, në qoftë në për sjelljes e fëmijës, ose sene të ndryshme që ka fëmiu, krejt këto sene mundesh mi pa dhe unën tjetër mos të harrojmë edhe disa smundje që shfaqen, e kanë edhe ata. Tash ma kujtove për shembull kjo alergjia e polenit, është shumë e shfaqshme tek njerëzit. A ka këtu një arsye konkret pse munden me pas njerëzit? Apo është thjesht një alergji? Ekzistojnë lloj-lloj Po të pyti se shoh kom njerëz në rrethin tim që ballafaqohen me këto dhe është normal një ndihmës. Ka me këqyr sipas medicinës së re, ndaj medicinë që thojnë, çka ka ndodhur kur të ka shfaq ajo alergjia polenit për herë të parë, ose çka ka ndodhur ty, ose çka ka ndodhur në rrethin. Ka pas diçka tragjikisht ose diçka që A do të thonë bën një ndryshim kur ndodh ndonjë ndryshim në jetë? mundet me konë, nuk është domosdoshme që është ajo, po ato mundet me konë edhe e trashëguese. Po. Se për herë kur i bën dikush 13 vjet, Po. për marrim në familje ndryshon diçka, në qoftë se alergji, në qoftë se diçka tjetër, aty dush pak më këqyr ma fell, edhe çka mundesh me bo është kjo dega familjare, që thonë edhe familjen shtambam, mundesh me bo me shoqen ose me dikon që është pak ma i vetëdijshëm, edhe me thonë, veç po më intereson për kurrishtje, edhe mundesh me vizatu mamin, babin, sa fëmijë kam pas, a kam mbijetu të gjithë fëmijët, axhallart, dajallart, motrat, e të tjerë, edhe ishe disa muste që thonë, që përsëriten, qoftë ajo smundja e zemrës, të gjithë kanë blutoktruk, tensionin e naltë, ose të gjithë e kanë smundjen e sheqerit, tisht apo s'tisht, ose ma shumë trashëgon ka una femërore, ose mashkullore, edhe aty mundesh me këqyr disa sene prej nga rrjedhin, ku është Domethënë ky trashëgimi që bojnë njerëzit, në këtë mënyrë pa vetëdijshme që bëhet, përmes që tyne terapive mundet me u ndërprej, apo? mundesh me i përpunu që mos me tu shfaq, Po. se ti e ki mrenda, ama ti mundesh me përpunu. Okej. Ekziston mënyra që mundesh me përpunu. Megjithatë, nuk du me thonë që medicina nuk e ka efektin e vetë, se shëqyre kemi medicinën, në shëqyre ka preparu aq për para. Në atë kohën e dopt, ku medicina nuk mundet me të jep përgjigjet që nuk din mo. Këtë pyetje dashta me ta bëj se unë personalisht unë jam shumë e betume që na gjithçka mundem me shëru vetë, edhe me medicinën jam shumë e distancume. Ama nuk e tham se vetëm kështu është edhe ndryshe nuk bën. Se ndoshta edhe këto janë bindjet e mia. Ama kur i kishe thonë ti për shembull një njeriu që tash është koha për me shku me kërku ndihmë edhe prej medicinës, domethënë në mënyrë kimike, tash ta quajmë kështu. Kur i kishe thonë ti një klienti që tash nuk ka ndihmë prej nga kjo fusha spiritualitetit, duhesh me marrë me kërku një hap, domethënë Tash më varet sepse kanceri është një smundje mjaft e shfaqur, edhe mbele domethënë edhe është pothuajse tani për momentin smundja, po e quaj më e rrezikshme prej gjithave. Edhe aq domethënë njerëzit e kanë një frikë aq të madhe sa që nuk e quajnë më as kancer,
po smundja e keqe. Çka mendon ti të këta klientë sidomos, sepse është vërtet një smundje për merakosje. Deri kur mundet këtu një person, një klient, një njeri me ndihmu vetës, vetëm duke i praktiku, duke punu me mënyrën energjetike, tash hipnoza dhe gjitha këtu ato fusha tua që i bën, është energjia, domethënë, që përpunohet. Po kur i kisha thonë ti një njeri që tash apo duhet vetë individi me kuptu? Qëre, shumica që i shfaqet që ka smundje, nuk vinë ma përpara as të te, as të une, as të kërkush tjetër, po qëto kur e marrin qatë rezultatin, e marrin për mjekut, edhe buhet analiza, duhet mu vërtetu, atër e marrin ato. Edhe në atë moment, ata shkojnë atë rrugëtimin në spital, në mine onkologjisë, edhe i marrin ato procedurat e duhura si pas medicines. Mirë po, me ke qardje e thamë që ta, jënë bo edhe në për spitale, kur shkon si klient, ose si pacient, se faktikisht atëherë je pacient, në për spitale, kur ki diçka në digën e onkologjisë, ose kina i smundje, sjellja kanë edhe mjekëve, edhe njerëzve që punojnë aty, nuk është aq adekuate për mendimin tem, sa që duhet, se shumica po kanë dhimbta me kohë, edhe ti kur i thu mjekut kam dhimbta, a me rihapat e kalon. Mjeku do më thonë mjekësia gjithmonë shkon direkt në simptom, jo te shkaku. Ashtu është allgemein medicinë. Allgemein medicinë është symptombekämpfung. Ata që kanë vazhdu jo vetëm allgemein medicinë, po janë marrë edhe me TCM, cene të ndryshme, ata shkojnë ursachen behebo me këqyrë pse kur është faq ajo, ka ndodhë diçka, ka ndodhë ndaj tragjeki, diçka tragjikisht në familje, ki humb dikon, babën, nanën. Jonë edhe disa tema të ndryshme, mirë po ja ka nisë edhe disa spitale mu ndryshu. Ekziston edhe mënyra homeopatikës që i marrin disa spitale, disa bojnë edhe me vaj eterike, eterische öle që thojnë. Ka jonë edhe aty psikologe që E të këto vajrat që i përmenë tash këto me aromaterapi e këto gjana që janë. Nuk e di tash a ke një ori për kësaj fushës, apo jo, po shka mendon ti për shembull nëse na nuk punojmë me brendin tonë, sa efekt kanë masandej këto vajra edhe këto, edhe pse normal që kjo ndikon pak në frekuencat e njereut, amo qa mendon nëse prap na nuk punojmë me programet tona të mbrëmshme, me bindjet e me këto me virusat, unë e thom çdo herë se na kemi virusa brenda neve, kur na fillojnë me na u shfaq smundjet, unë gjithmonë e paramendoj një kompjuter që është, do më thonë, smundet me përqu programin edhe fillojnë me u shfaq viruset. A ka tash sa është efekti tu i këtyre se unë nuk kam njëri që vaj eterike ti kur merr era mrenda 20 sekundave hin limbische sistem. Edhe ti nëse e kon për shembull në pushim edhe e ki pas në parfym në atë kohë, kthehesh mas disa vite këtu në Zvicër, dika shkon, kalon dikush me të njëjtin parfym, automatikisht të rikujton qatë vendin, qatë momentin kur je kon. Vaj eterike mundesh edhe përmes hipnozës mi përpunu, mundesh me lshuat diffuser që thojnë, edhe mundesh me jep me veti, edhe ajo ndikon. Po faktikisht ti e tërheq qatë erën që ti ki nevojë dhe që ty të bën mirë. Se ka varet edhe përherë në cilën situatë jetës, a je me frekvencë të poshtë, a frekvencë të lartë, e ti intuitivisht automatikisht e merr çato që ki nevojë. Për onkologjinë, paciente, mu për veti shumë vonë e marrin atë pjesën kur jonë ma shumë palliativ,
që punojnë edhe me vaj eterike, sene të ndryshme, metodat të ndryshme edhe për shembull shumica nuk munden me flejt. Mjeku të jep hapin për me flet, po prap se prap nuk nimon hapi. Ato pi plotëve e kom pa edhe të mami që hapat nuk kanë ndiku kur smyke me flet. Mirë po kur ja ka jep okoni stik që ja kanë qitë aty pak lavandër, konë shumë ma qetë. Edhe disa qajna që i kanë përpunu që ki mujtë me porosit aty, kanë pas ndikim shumë atë fel se sa hapat. Kështu që thojnë apo nuk thojnë, a ndikon as ndikon të jeshe mënyrën se si funksionon. Shumë kanë pas efekt ato mënyra se sa mënyrat ndryshme. Mirë po, ka raste që t'ishte apo s'tishte medicina është e nevojshme për atë momentin. Po nuk ki efekt nëse nuk janis edhe vetë rrugtimin tonë. Mi përpunu atë ndjenjat, mi përpunu ngjarjet ose edhe emocionet në atë moment faktikisht, se ti kur e ndin që ki një smundje të ronë, ju me koni fort, mos me të pa kur që s'ki kur gjukrit regullosht, unë që tash e merr kemoterapin, ose i marr ato rezatimin, ose qa do qoftë që është mënyra e nevajshme në atë moment, po edhe me janis me vetë vetën me përpunu, hej, që shpëndion e vetën, për çka kam nevoj, ose çka më bën mu mirë, çka më bën mu ndi mirë. Në qoftë se më shku me hec pak në mal, ose në qoftë në muzikë qetësimi që kam nevojë, që më bën mu mirë. I po, senet më ndryshë, në qoftë se disa njerës që më bojnë mu me ndi vetën pak më rahat, ose ma mirë, se ndryshë është kur vjen, kom një që e kisë mundin e keqë, i shala të kaljan, ose adin ma shumë... Ma shumë t'i hupin shpresat, se sa diçka tjetër, dhe ajo nuk është diçka pozitivitete në atë mënyrën, faktikisht. Unë këtu kësha dashur të shiku si diçka me shtu, thjesht uraj që sa ma shumë vërtet të vedisohem edhe mos të presim me ardhë një smundje e rënda, apo ç'është do qoftë që me u kthy tek vetja jonë, po ashtu si që ka ndihmu për mu, si që ndihmon albolenës, sepse është shumë e rëndësishme që njerëzit vërtet sa më shumë fillojnë edhe të besojnë në këto fusha që puna me veten, me kërku, do më thonë, brenda vetës tonë, me u zhyt pak në veten tonë, në brendin tonë edhe se jo çdo herë duhet diçka jashtme me ardhë me ndryshu në jetën tonë, si për mirë, si për keq. Edhe në fakt kjo është edhe mesazhi im, podcasti im, dritë mbi mendjen që sa më shumë që na ndriçojmë mendjen tonë, sa më shumë që ne vedisohemi, aq më shumë, domethënë, kjo është që ti bosh inxhinier i vetes tonde. Vërtet më dham shumë kur ndëgjoj që smundja e keqe, sidomos kur e quajnë kështu, ose kanceri, sepse këto janë sugjestione, kur thojmë smundja e keqe, kancer është diçka që të mërshme, ajo vetë fjala, ty të krijon atë shumë frikë, edhe momentin që na krijojmë frikë brenda vetes, ne jemi në frekuencat më të ulta. Edhe pastaj ti kërkon ndihmë, po përderisa na këtu nuk e menaxhojmë brendin tonë dhe qëndrojmë këtu frekuenca të ulta, shërimi ndoshta do të vi, por që është shanca shumë më e vogël. Kështu që miq të dashur, hapuni, zgjeroni edhe thjesht mos u mbyllni, sepse edhe këtu është ajo po e quaj kështu në këtë mënyrë problemi kryesor, se njerëzit shumë shpesh as që dojnë me u hapë në këto tema, në këtë fushë, sepse shumë edhe e lidhin ndoshta se mos e kanë vetë për përfitime, se na jemi mësuar për shembull që me shku te mjeku, me kërku ndihmë, edhe me njerë me marrë një medikament në dorë, me piqat që ato edhe me të ndalë dhimbta me njerë, po miq të dashur, kur ndalet dhimbta, nuk do me thonë se ti e shëru. Dhimbta kur ndalet, ajo është thjesht e mpirë, edhe vetëm sipërfaqe nuk është mo, po në mbrendi, do më thonë, ende ekziston. Është sikur kur e mbulon diçka me dhe,
që edhe thjesht nuk shifet mo dhe ti mendon se kjo nuk ekziston mo. Po ajo ekziston, edhe bile ndoshta, ose po e them kështu në këtë mënyrë. E vendos një farë në tokë, tash ti mendon që ajo fara u zhduk, nuk shihet mo. Po ajo herë do kur do t'i qet ato bimt, edhe ndoshta edhe më të mëdha. Nëse ti nuk e hek atë farë, nuk e tërhek prej tokës, ajo një ditë do të qet fruta. Tash në këtë mënyrë është një krahasim me smundjen kur smundja lulëzon, po them në atë mënyrë. Kështu që mos pritni njerëz dashur. Punoni me veten e juve, me brendin e juve. Edhe Albulena na tregoti se sa ka ndiku, domethënë gjithë ky integrim i këtyre mjeteve në jetën tonë. Sa i ke ndihmu ti vetes, edhe sa ke pas ndikim në familjen tonë, sidomos qoftë në marrëdhënie, qoftë në financa, ndoshta qoftë në thjesht në lumturi, me qenë i lumtur njeriu. Që ky rrugtim ka pas ndryshime të shumta. Njënën jam vetisu ma shumë. Ma përpara ndoshta s'kisha pas qef diçka me bo se me shku dika, po nuk kom fol shumë se qashtu duhet, qashtu jemi mësu, qashtu jemi ri. Me shujt. Hajtë se kalon, hajtë se ka përcen. Tash, kur nuk du diçka, thom fal, atin, po. Po tash je lirë edhe guxon me u shpreh se kjo pjesa e të shprehurit normal të është e lidhur me atë respektin, a din se nëse ti shprehesh edhe mendimin tënd, quhesh i pa respektueshëm. Po veç respekti fillon edhe te vetja, se ti nuk e respekton vetveten, çka e respekton dikon tjetër. Se fund se fundit duhesh me ja ditë edhe vleftën vetvetes, qoftë se ty nuk ban mirë ose je lodhun, ki pas shumë punë, ki nevojë për pushim. Se në të gjithë gratë, po tham, burrat nuk punojnë edhe ata lodhen edhe krejt, po ndrysh është gratë lodhen opet një shkollë ma ndryshe, se menaxhimi me familjen, me fëmijë, me punën, me krejt, është pak edhe për trunin e lashme, po edhe për trupin e lashme. Ka njerë kemi nevoj pak për pushim, qoftë se edhe vetëm gjysore, shtrijem pak, ose bojmë diçka që na bën neve mirë, ato kemi nevoj. Mashkullit janë pak ma ndryshe, ata gjejnë relaksimin ma ndryshe se na, edhe për që ata mirë është edhe për vetveten. Edhe fund se fundit, na jepim shkollim fëmijëve tonë, që është normal, është okej, me thonë stop, është okej me pushu njëre, me këqyrë vetveten, se kur i jepim atë shkollimin, ti duhesh, unë e boj hajtë se s'ka det, ose i përbinë senet, ata e trashigojnë edhe vazhdojnë qatë rrugtimin e masi na dojmë u vetisu, vetëdijsimi fillon me neve, në hapin e parë e bën ti. Edhe mandej ndryshimi yt ndikon edhe të tjertë. 1% që me marrë atë ndryshimin që e ki bo ti, ndryshon automatikisht edhe shumë ma shumë njerëz. Rrethin tonë. Edhe rrethin tonë. Kur s'kemi për vete normal se nuk mundem as me dhonë. Ma herët unë e ti para se me fillu podcastin, edhe doshta me thonë edhe tash që du t'a bëj këtë pyetje me pa tjetër. Tokëzimi dhe më thonë është shumë i rëndësishëm për njerëzit, edhe se na folën për smundjet, për vetdijen e për gjithë shka tu. Tash po e flas pak ka shumë për pjesën se ti edhe une shqiptare jetojmë në Zvicër, gurbeqara me thonë. Na që jemi dhe më thonë në vendet të ndryshme. Në vendet të huja që. Në vendet të huja që zhequjnë, që për mu në vendi huja është me dalë jashtë planetit Tokë. Që ka thotë ti, çfarë mesazhi ju kishe dhënë njerëzve për shembull që sa janë të rëndësishme rënjët, edhe si mund t'i ushqejmë ne këto rënjë, sepse shumë njerëz kur dalin në vendet huja, tash prap po e them, ose si thuhet, vujnë, që është një arsye mjaft e madhe për shkaktimin e ballafaqimeve të ndryshme. Tash, unë s'ditja ki lindë Kosovë. Unë e kom marrë 9 vjeç në Zvicër. Edhe unë e kom lindë Kosovë. Edhe me 3-4 vjetë e marrë këto në Zvicër.
rojet I kam edhe në Kosovë, ama I kam edhe rojet këto, se jetoj këto, e ndjej një farë, jo një farë, po e ndjej kur shkoj në Kosovë në shtëpi. Jam në shtëpi, kam ardhur. Mirë po edhe shtëpinë e kam këtu. Po. Nëse nuk I ki rojt edhe këto, ti për herë ty lyp diçka. Është tragjikisht, shumica jetojnë këto, presin pensionimin, shumica edhe nuk e arrin ka një herë, për më shku apet me ndindje me jetu. Ti mundesh edhe këto me lshu rojt që thojnë. Edhe Çka do më thonë që kjo pjesa, që kjo fjala rojt me I pas të forta e të sigurta? rojt, ti nëse nuk I ki rojt të sigurta dhe të forta, ti nuk mundesh më rrit, nuk mundesh më zhvillu. Ti për herë jetë në atë mënyrën që për shembull ti ki dalë për vendlindjes që ki duft me ikë. Qoftë puna luftës, qoftë situata ekonomike që u konë një farë vakti, ose thjesht s'ki pas rrugdalje tjetër, ki duft me lshu vendlindjen për me dalë jashtë. Mirë po, nëse nuk e ndin vetën, nëse nuk mundesh me lshu roj këto, ekziston mënyra që mundesh edhe më kthy. Po nëse je në një situatë që as atja nuk mundesh ndoshta për pushim, po s'kishe mujt me paramndu veten me jetu përgjith. As këtu s'mundesh, as ere ekziston mënyra që mundesh më ballafaqu me vetveten, se ti jeton një herë. Po. Ti vdes herë do kur do një herë. Po opet sa opet, pse mos me jetu atë jetën që të përmbush me lumturi, me dashuri, me tonat emocionet e mundshme të mira që ekzistojnë, po e zgjidha atë rrugën tjetër për punon këtu si kali që thojnë, punon, I bën krejt senet mi plotsu kushtet për shembull në vendlindje, shkon verës në vendlindje një muj jeton si mbret, a këtu kur qysh. Kjo I bjen, domethënë rënjat I bjen kjo që na thjesht kur nuk rënjosemi në atë vend ku jemi, I bjen kjo që me trup jemi këtu, po me mendje edhe me shpirt gjithmonë atje. Edhe kjo na shkakton mjaft probleme, po për jetën tonë. Na shkakton edhe për fëmijët që ki. Se fundit, deshta pos deshte këta fëmijët këtu rriten, disa lindin edhe këtu. Në shqiptar jemi, po, se emra fjala krejt shqip, na krejt folim shqip. Mirë po, na edhe në Zvicër mund të me konë shqiptar, edhe në Londër ku shkojmë jemi shqiptar, edhe në Amerikë me shku jemi shqiptar, se ti je çka je. Kanë frikë njerëzit shumë këtë pjesën e asimilimit. Sepse nëse unë nuk kapëm për vendin tim çdo herë, do të asimilohem. Është kjo frika shumë e madhe. Domethënë gjithçka lidhet në fakt me frikën. Po frika e asimilimit të konë është edhe atëherë kur o konë Turqit kur janë Osmanische Reich, në kanë asimilu. Jonë plot dosene të ndryshme dhe shfaqen të secili ma ndryshe. Dikush e merr këtë punë shumë tragjike, dikush nuk e merr fort. Po aty më vartë edhe pas secilit, që sa shumë ka punu, sa shumë e shaj personi sa jo vendin Zvicër, e ndin veten e sigurt, se nëse në qoftë se ti ki ik për vendlindjes tonë që s'ki pas tjetër qare, ti edhe këtu duhet me konë non-stop në heci ose në ikje, bën qëtu diçka, bën aty diçka, se s'mundesh me ahu që thonë këta zicant, me arrit. Edhe është një muster, një farloj muster për mbi jetu. Po ata duhesh me ditë, se nuk e din, nuk e she atë erkendnis që thojmë, atëre non-stop je bën çka bën këtu, shpesh opet. Ato janë disa programe të ndryshme, edhe vështirë është me thonë mu vetisu, dikush që o rrit ndryshe nuk kam pas shumë hapësirë për emocionet, ose shpesher o konë mos kaj, nuk bën me kajt, ose s'bën me tregu të ndjenjat. Jo që kanë dash të keqen, po thjesht në atë kohë që janë rrit, nuk I guxu ndoshta me tregu ndjenjat, se kur ki kajt ose diçka, të kanë këqyr njerëz tjetër dhe ajo konë një farë lloj rreziku, se
kam pa, ki duft nështë ta më shef, je kon luft, s'ki guxu mu fjallos, ose ma shumë mos me fol kur gjo, e ato hala i ki mrenda dhe trashëgohen. Albulena ti ki 3 fëmijë, Po. me jetë gjatë. Hajde tregona pak ato eksperiencat e tua me fëmijët e tu, ose si rriti ata, si edukonti ata, gjitha fushat nga pak, edhe sidomos si non, ndoshta e kishe pas në sugjerim edhe për nona që na ndëgjojnë këtu, për prind përgjithësi natyrisht, për fëmijët e tyre, e sidomos pëlqen shumë kjo pjesa që sepse fëmijët janë fëmijë edhe normal që kanë edhe një imunitet pak më dopt, edhe duhet shkojnë pak më shpesh në vizita tek mjeku e kështu. Kur i kishte thonë një nonës ose një babës që kur është koha për me çu fëmijën te mjeku edhe kur s'është koha me çu. Se unë jam nonë vetë edhe e di se sa është interesant me ndëgju prej dikujt që është specialiste në këtë Që me thonë, se cila non e ndjen kur nuk është diçka në rregull me fëmijën e vet. Qoftë se është fëmijë shqetësueshëm ose ka përjetu diçka, ose ka ndodhur diçka në shkollë, ose në klasë, ose me shoqen, ose shokun, e ndjen se e sheh cilët i sheh krejt. Do të thonë edhe tek fëmia pa marrë parasysh ndaj inflamacion ose ndaj çfarë do lloj problemi shëndetësor që e kanë, edhe këtu fillon tek ballafaqimi me emocionet, apo? Mundet, nuk është për herë, ka një herë jo në dhe sene të ndryshme, mirë po edhe nëse kanë inflamacion, nëse kanë temperaturë. Ti trajton fëmijët e tu ti vet, apo shkon me ta tek mjeku me njëherë? Unë nuk shkoj me fëmijët e mi tek mjeku, unë i lo temperaturën me punu. Për punu, se temperatura është diçka e mirë, tregon që trupi të funksionon, se naj virus të ka shfaq, atëherë trupi funksionon, e rrit temperaturën për me të shëru ose për me të ndihmu. Kështu që rradh jepi fëmijëve diçka, në qoftë se shoh që është pak më nelt, edhe rim pak më nelt. Deri në sa nuk jep medikamente, po unë mendoj që është shumë e rëndësishme me kuptu njerëzit këto, sepse ndoshta shumë pa nevojë mundesh përdor këto. Mundesh me përdor këto, po qëre shumica mundohet për fëmijët ma të mirën të mundshëm me bo, edhe nuk dojmë pa fëmijën të hek keq, thojmë na. Mirë po, unë për vetë, unë shoh këta, nuk është hekje keqe, po është zhvillimi imunitetit për mu. Edhe unë e lo fëmijën bëjë i nelt, temperatura me kohë, nuk bëjë kur gjo, se hekje i teshat. Ekziston edhe mënyra ndonjëherë me ufull që kom punu, për që ata se kanë fort me rat. I jepi ma shumë ujë, sa ma shumë e pi, edhe thjesht shumë dashuri. Jam për ata këtë, në qoftë se ka nevojë, mu shtreme ta aty në krevet, shtrina nga ta aty dhe çka ka nevojë, unë jam aty. Edhe e shoh shpesh herë që shumë shpejt është kjo një arsye e madhe apo pse fëmijëve ju krijuan sëmundje dhe inflamacionet ndryshme për shkak mungesës prezencës ndoshta ose dashurisë emocionale mjaftueshme prej prindit? Mundet. Se kur është smut më shohin mami edhe babi, se kur jam smut janë të dytë për mu këtu, kur nuk jam smut janë të gjithë për puna. Me marrë vëmendje. Mundet. Ju mungon, do më thonë ajo pjesa e vëmendjes prindve, edhe më së ndaj fillon. Munden ekzistojnë mënyra që mundet ashtu me u shfaq. Nuk është ashtu se cili ashtu, po ekziston. Mirë po edhe përjetimet, në qoftë se ti si prind, kur ndryshon diçka ose ki përjetu diçka, ti për veti mundesh ma ndryshe me përpunu, se sa naj fëmi. Ballafaqimi për shemb prindi me gjyshen, me pas naj ballafaqim, fëmija e don edhe gjyshen e don ama edhe nanën edhe babën. Aty janë nis një farë konflikti mrenshëm, në qoftë se mami jem ose baba jem nuk e qojnë mirë me gjyshen ose kam pas naj keq kuptim, naj konflikt, fëmija nuk
nuk e kupton në atë mënyrë me njëherë që mundet më ndryshu, po e marrin a guxojnë apet me shku të gjyshi ose të gjyshe dhe atëherë fillon në konflikt i mbrëmshëm, se ato shfaqen në mënyra të lloj-llojshme. Është pak vështirë me thonë që shto është, me definu se të secili shfaqet ndryshe edhe varet në cilën situatë ose cilën sfidë të jetës je. Për ato duhesh me ditë pak ma shumë, jo vetëm që tash për marrim edhe po ta shpjegoj çështo. Mundet me konë, ekziston mënyra, po ekzistojnë edhe mënyra të ndryshme pse shfaqet çajo. Çka ju kishe thonë ti për shembull njerëzve që po na shiqojnë që tashtit? Sidomos si me kthy, si me arrit njerëzit me u kthy ma shumë ka vetja edhe me hek fokusin pak ma shumë nga bota e jashtme. Ose me qenë shumë fokusum ose të kapun ose të mvarur nga bota e jashtme, po që thjesht me kthy fokusin tek vetja atyre dhe më bo ma të vetëdijshëm që për gjithçka na vetë kemi në dorë dhe për gjithçka thuja se është një shkak. Njëra mënyrë është digital detox, që thonë mos më këqy non-stop telefonin ose televizorin, Instagramin, e krejt këto sene. A ki ndonjë metodë ti personale që e përdor të shtëpia? Unë për veti jam kanere hardcore që muj me thonë, sepse ka raste që atëre kur gjë hiq nuk bëj, edhe as nuk i në për rrjetet sociale, as kur gjë del në për natyrë, praktikoj sene të ndryshme që mbojnë mirë, journaling, që shkruj. Jo në ato metodet e mia që mu mbojnë mirë faktikisht, ose hecja në mal dhe ajo është një farloj meditimi, në qoftë se jam me një situatë pak e stresume që nuk muj me meditu në qatë momentin, atëherë dal jashtë me hecë dhe ajo është një farloj meditimi, edhe ashtu shpirtin e rahatoj, fokusona edhe jam shumë ma e qetë me vazhdu punën teme që kom dash me vazhdu. E si me fëmijët, se me vetën tonë na ma ndryshe menaxhojmë, kemi ma të lehtë, po është edhe vërtet një, si thom, një shqetësim shumë i madh të njerëzit, se edhe unë vetë personalisht marr shumë pyetje për njerëzve, për klientëve të ndryshëm, se thonë që nuk po di si me largu fëmijën nga rrjetet sociale, nga telefonat e kështu domethënë. A e ki edhe tu ti një strategji që përdor të shtëpia me fëmijët e tu? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që gjithë pjesë vërtet me mujt me menaxhu të shtëpia me fëmijët, pa eskalu situatat, ose pa ndalej sa ndoshta kështu një farloj edhin ama telefonin ose mos m'ja largu me frik, po thjesht tuj mënyrë pak ma të vetëdijshme. Drejt me thonë qëtë problem nuk e kam deri me tani. Sepse televizor kam në shtëpi, po edhe ato nuk e lo non-stop. Kufizum. Po, ma shumë të kufizum. Vajza e ka iPad-in, po dhe ato nuk mundet kur don me marë. Ka raste kur e ka të pru pak që ja ka marë dhe 6 muaj hiq nuk e ka pa. Ato jo më strikt. Edhe a keni kalu mirë në këtë situatë, më thonë këtë periudhë? Në fillim... Ka pas kështu... Në fillim... Rajbungen që jetojnë Gjermani. Në fillim, po, që s'ka pas merak, mirë po ato jo në rregullat edhe fund se fundit për të mirën e fëmijës e bëj. Nuk e bëj për diçka keqe ose sigurisht, po. Që ka këqyr pak ma shumë rrjetet sociale ose në YouTube diçka, hajt ta bëj për shtrafën që thonë shumica. Jo, po interesi është për diçka me konë ma mirë për fëmin tonë, me këqyr edhe ma përpara, se shpesher mu më duket kur këqyrin fëmit pak si shumë televizor ose jonë pak në YouTube e në këto se e në kanale, jonë ma dyqysh si kur në i po tjetër, muj me thonë. Kur fol me ta, kur i ve diçka, nuk ta jepin me njerë përgjigjen, edhe fund se fundit ti nuk i bën diçka të mirë fëmijës. Tash e kuptoj ndonjëherë e kina i termin s'ki tjetër rrugë dalje, dush me marrë fëmin me vete që e jep ndonjëherë telefonin. Është okej. Ama non-stop me jep telefonin, ose fëmija kur han non-stop me telefon me hunger, se ndryshë nuk han e kret. Ti ja mëson faktikisht. Nuk rinë fëmija, nuk han, okej. Sot nuk han, han është ma vonë. Se urja, her do kur do të kapë.
ose del për jashtë, alo dhe fëmin pak, ktheu, mundohu apet me aje. Po din këqyr mënyrën qysh mundesh me bo pa këto rrjete sociale, pa telefonin, pa televizorin, pa iPadin në atë moment. Une me fëmi mundona shumë shpesh me dalë, natyra mund për vetin ban mirë, ose që tash edhe që kjo faza e shtokit që tash, une shpesh edhe dalë me fëmi, më lidhi shtok, bëj sirup, i lidhi ata në atë punimin. I angazhon, do më thonë, në punë fizike. Po, i angazhoj, se në qoftë se dojnë diçka në torte, diçka, apo bojmë, po, hajde po shkojmë i ble ato, çka na duhet, qa po ta merr mendja çka na duhet me ble që tash, dhe se cili jap mendimin, atë me mendu, okay, nuk moj veç me shkuar me ble, po duna me di çka duna me ble, se supermarketi i ka kri këto sene, po nëse nuk din çka dyjnë ose nevojitet, ti badi hava që din aty para rekallit kur nuk din. Jo në ato metoda të ndryshme që edhe i mëson për jetën, i mëson për plot sene, edhe i bën më të vetëdijshëm, edhe i bën me konë zoti i vetvetes. Që ka thu pranaj, sepse kur ke kohë për fëmijën, normal që është gjithçka ma lehtë, ki mundësi pra më marr me ta, mu angazhu me ta, po ka thu ti për fëmijët që mami edhe babi për shembull, të dy prindë janë punë 100%. Ka shumë, asi raste, mirë po prindi kur vjen në shtëpi, milion njëherë sene të ndryshme edhe mu marrë me fëmijën, se fëmija fund se fundit heret shkon me flejt, me këqyr, me orar, ka 8 gjys hajt thuminon, në qatë ko mu marrë me fëmijën me vetë, që ka qenë sot shumë interesante që ke përjetu, që t'ka pëlqy, ose që ka qenë ajo që nuk u konë fort mirë për ty, edhe pse nuk ka qenë mirë, mi pas disa biseda ma të fella me këqyr ku është fëmija. Ekziston mënyra të disa fëmijë që nuk folim, nuk tregojnë me njëherë, ose tregojnë kur jenë shpe, ose tregojnë kur lunë. Duhesh atëherë në qatë ko me lujt në loj që ka fëmija me rak, ose me vizatu bashk. Unë për veti ka një relshoj muzikën frekuencat qetësuse, vizatojmë ose vetë që shdojnë. I len do më thonë me qenë vetvetja dhe po, me shkunat pjesën kreative ma shumë. Po, kreative dhe ka njerë veç kur janë nisin folin, mam, atin që ka ndo sot, ose ka ndo diçka të mirë, ose ka ndo diçka dhe ma keqe, po atëre jonë ma qetë, folin me ty edhe ti edin në cilën pikë ose në cilën situatë është fëmija në qatë moment. Edhe aty fillon se ti edhe që punon 100%, kur je shpe, kur janë shpe, mundesh me kompenzu. Mundesh me kompenzu dhe mundesh me konë me jep krejt ato që mungon. Qaj mungon, dash krejt për qëto dit nuk mundesh, po qatë konë që je aty me konë për fëmin aty. Edhe me pas lidhjen të fort edhe të shnosh. Ajo është pak ma shumë me rëndësi. Jo vetëm me ble fëmija donë qëta, fëmija donë qëta, në krejt të baj, apo shek krejt për t'i ble, po dashurin nuk mundesh me ble. Jo. Për dashurin duesh me kom prezenca, duesh me pas lidhjen, duesh me dit, fëmija jo që ka nevojnë qëtë moment, qoftë se edhe vetëm me ledzu bashkë me fëmin. Edhe jo ndikon shumë. Unë këtu kisha dashur me ndërlidhe se e di që për shembull ata që ndëgjojnë munden me thonë se po qysh, ku dush me punu 100%, është lehtë me thonë, po është lehtë, është zor me bo, po dhe më thonë që kjo është në fakt edhe ajo prap kjo pse unë e kom formu qëtë podcast, sepse e di që vërtet nuk është lehtë, por na për qëtë arsye dhe e kom përzgjedh me qujt prap dritë mbi mendjen, sepse vërtet kur ne e ndriqojmë mendjen tonë, atër na nuk sepse në mbrojme për shembull që e tham na ti e kompenzon atë dashuri, je me fëmijën këtu, po nëse ti 9 orë i bën një punë që nuk ta përmbush ty shpirtin ton, atëherë ti atë dashuri prap nuk mundesh me kompenzu të fëmija sepse ti vetë je në mungesë. Për çta njerëz të dashur është shumë e rëndësishme që gjitha këto që i folim ne me Albulenën, ju vetë ti zbatoni jetën e juve. Vetë të filloni të merreni me to, për arsye që nëse ju e ndriçoni mendjen e juve, ju vedisoheni edhe e ktheni fokusin tek vetja juve, nuk keni nevojë pastaj kur vedisohesh. Edhe punon me energjinë tënde, me programet e tua dhe me gjitha këto që i përmendëm me Albulenën,
ju do ta shihni veten spori se ku jeni edhe nuk do të jeni në mod detyrueshëm se vijnë gjona, domethënë ndryshon jeta jonë në atë mënyrë që ne nuk do të kemi nevojë me shku me ushtru punë që s'na përmbushin neve, sepse kjo shkon zinxhir, përmbush ty ai aktivitet që e bën, nuk përmbushet as fëmia, kështu që ku punojmë me këto gjitha gjona e kthejmë pra fokusin nga vetja jonë. Atëherë na jeta funksionon për neve, edhe ne kemi mundësi me shku me bo diçka që na përmbush, edhe pastaj kjo përcjellet tek fëmijët. Unë mendoj në këtë mënyrë se vërtet e di që nuk është lehtë, se shumë njerëz kryejnë pra punë që absolut nuk i përket misionit tyre dhe shpirtit tyre, atëherë kjo dashuri nuk mund të përcjellet për fëmijët. Dhe ja bot smuhesh. Herë do kur punon diçka që nuk ki qef, nuk të përmbush, herë do trupit të shtin me diguj që thojnë. Edhe fund se fundit ti ma përpara, që me thojnë freiwillig, vullnetarisht, kur kush nuk merret me çatu sfida, se jon pak sfida me vetveten është po më duket një ndër punët më të vështira, sidomos në fillim. Edhe sidomos besimi. Po. Se për shembull është shumë lehtë me ndëgju dikon, po çu thash edhe më herët, na jemi mësuar me besu vetëm në ato që e shohim. Ato që se shohim nuk besojmë. Ose duhen për shembull rezultatet mbrana natës më na ndodhe, asnjë gjë nuk ndodh brenda natës. Edhe hapet i duhet kohë për ta marrë. Duhet me kalu në për sistemin e krejt edhe nëse të funksionon sistemi, në qoftë se nuk funksionon sistemi, atëherë edhe hapi nuk ka efekt. Fund se fundit edhe bash atëherë kur çon për shembull na smundje në digujt, atëherë deshta apo s'deshte ballafaqohesh me vetveten. Edhe atëherë merr masa për ndryshimi. Bash atëherë shkon ndoshta në terapia të ndryshme se thu, hey, apet jam që gjendje, nuk po du mo që thojnë i hot schnauze falun e deri që tu më ka mush gota edhe mo nuk du, po du me ndryshu. Atëherë merr vendim ndryshëm. Edhe unë në tjetër e merr vendimin e ndryshëm, që thu unë për shembull është një thonje, në qoftë se ti nuk e ki përpunu që ato, e trashëgon. E ti e sheh vetë sa po hek. Për shembull unë për vete mu ballafaqu me disa sene. Mirë po me pas fëmin te mu ballafaqu me ato sene që unë nuk i kom përpunu, ato s'kisha dasht. Edhe atëherë janë nisë rrugtimi që don mi përpunu për fëmija jot me pas ma lehtë. Ashtu mundesh me ja lehtësu fëmis. A telefoni me jep për me lon hajtë se nuk bën shumë share ose veç këqyr aty, po ashtu nuk ndihmon. Po. Albolena ma herët e përmende edhe meditimin edhe këtë temë për fund, po kom qef me bisedu në pika të shkurta me ty. Prap po du me të pyet, sepse po e lidhe me pyetjet që po me i bojnë njerëzit. Sepse shumë njerëz, kjo pjesa e meditimit, për shembull, për meditim nuk është fol shumë përpara, tani e kemi ndëgjuar shumë se për me manifestu edhe këto gjana meditimi, për me qetësu mendjen e kështu, po çka thuti, sepse ka njerëz që s'munden me u përqendru në meditim. A mediton ti për shembull çdo herë, e detyron ti veten me ul me meditu, apo si që tha edhe më herët, ti e meditimin e aktivizon jetën tonë në atë mënyrë, pra qysh të dalë në natyrë, eci, e bëj një punë kreative, se për mua edhe kjo është natyrisht një meditim, bile mos ndoshta edhe më efektiv se sa me detyru veten me ul me meditu. Çka thutin në pika shkurta për këto? Qoftë se nuk mundet ndaj person me ul e meditu. Ekziston mënyra që mundet me dalë me jetë në natyrë, edhe ajo është një farë ke meditacion. A ka efekt meditimi i detyrueshëm? Ja. Kur e bën krejt që ka bën me zarë ose me detyrë, që thonë e ki detyrë, e nuk e bën me gjithë zemër, nuk ka efekt. Ma shumë e qetë vete me një situatë stresore, edhe në ki stres, edhe nuk e ka efektin e njëjtë. Edhe e falmi janë njësaj. Ti fund se fund nëse nuk mundesh më ullë me meditu, nështë me vizatu, po shpeshere nuk mundet personi më ullë me meditu, se qatë shumë është në stres, është një farë überlebungskampf, që si t'ullet,
krejt se në dalin nejt në shesh, edhe për që ata nuk mundet. Edhe eksiston mënyra mundesh me hec. Ndoshta për çfarë moment kështu ashtu ki dashti çka me bo vetës mirë, ajër pastër, del mal hec, qoftë se ki malin afër. Nëse se ki hec kështu ku mundesh. Mundesh me vizatu, mundesh me dëgju frekuenca mushtre, mundesh me marr frymarrje, ka lloj frymarrje të ndryshme edhe ato ndikojnë, ta qetësojnë shpirtin, ta qetësojnë edhe nervin vagos. E shumë tjerë. Megjithatë këto në qëto meditime, nervi vagos është shumë e rëndësishëm. Më ndje dhe vetëm sigurt. Faleminderit shumë se më merr mendja se ke një përgjigje mjaft e mirë për me kuptu njerëzit që nuk ka nevojë vërtet me detyru veten me meditu me zor nëse nuk e ndjen, po që ka dhe mundësi tjera, pra siç the me dal në natyrë edhe shumë gjëra tjera për me qenë ma efektive. Albolena, unë kisha mujtë edhe me orë të tëra, sa plas për këto tema, dhe më thonë nuk ngopem, po që mos shkon podcasti 2 orë që lodhe njerëzit duke na ndëgju, unë falenderoj nga zemra që gjithë e kuan më ardhe dhe me i shpërndot gjitha këto diturit tuat edhe eksperiencat e tua. Shumë falenderit edhe të uroj shumë suksese. Faleminderit edhe për ftesën. Ndoshta një mesazh për në fund për njerëzit, për shiquesit? Vetëdijsimi ja fillon me veten. Secili rrugtim fillon me hapin e parë dhe kështu që kur s'është vonë me marrë në vendim për ndryshimin për vetveten. Faleminderit shumë. Miq të dashur, pra prap erdhem në fund të këtij podcasti që ishim me Albolena Sakiri. Faleminderit shumë që morët kohë më na ndëgju neve. Ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe mbajini mend çdo ndryshim fillon nga vetë ju. Shifemi në podcastin e radhës.